Familja e 31 vjeçarit Florent Çapja, i arrestuar për vrasjen e Gentian Beqirit mëngjesin e 15 gushtit në qytetin e Elbasanit, bën me dije se ka alibi të fortë në lidhje me vendodhjen e të birit ditën e ngjarjes. Sipas tyre, Florenci ndodhej në Maqedoni ditën e vrasjes dhe për këtë disponojnë si provë pasaportën e tij të vulosur në pikën e kalimit kufitar të Qaftanës, gjë që mund të vërtetohet edhe nga sistemi TIMS. Gjithashtu një provë tjetër e rëndësishme sipas familjes Çapja janë edhe pamjet filmike të regjistruara nga kamerat e sigurisë në hotelin ku ka qëndruar 31 vjeçari i arrestuar. Sipas tyre, Florenci ka kaluar kufirin në orët e para të datës 15 gusht dhe pasi ka kaluar kontrollet policore kufitare në Qaftan dhe ato të Maqedonisë, ai së bashku me 3 persona të tjerë janë drejtuar qytetit të Ohrit, ku kanë qëndruar në hotelin Royal Vien, që ndodhet buzëliqenin të Ohrit. Aty ka qëndruar një natë dhe në datën 16 pasi ka konsumuar mëngjesin, është larguar nga hoteli. Ky fakt është i dokumentuar edhe nga pamjet filmike të regjistruara nga kamerat e sigurisë së këtij hoteli, i cili i kontaktuar drejt për drejt nga avokati i familjes, zoti Ravik Gurra, janë marrë me qëllim që të dorëzohen pranë organeve të drejtësisë në Elbasan. Familjarët e Florent Çapjes i bëjnë thirrje presidentit të vendit, kryeministrit, kryetares së parlamentit, ambasadorit amerikan si dhe prokurores Ina Rama, që të ndërhyjë për këtë ngjarje dhe këtë sajes që ka bërë prokuroria e Elbasanit. Familja e arrestuarit Çapja bën me dije se do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha hapat ligjor për të faktuar pafajësinë e djalit të tyre.